Me që kaluam I barin, po ja kushtojmë bisedën e sotme një nga premtimeve më madhore që ka pas bëj Edi Rama në 2013 kur ka ardhur në pushtet për shëndetësinë falas. Numrin e mjekëve për banor dhe financimin, parat që I jep shëndetësisë dhe ku shkojnë ato para. Gjëra që nuk është se thuhen shpesh, shpesh nuk thuhen fare në mediat tona, sepse pronarët e mediave në Shqipëri, siç e dini, janë të lidhur me pushtetin, por edhe kurohen nëpër spitale private. Me që unë kisha, kaloj dhe I bari, me që kaloj I bari, do futemi në Europë tani, siç po thonë se më tha njëri, më tha I shok dje, dasha mirës, po tha, kaloj I bari, iku, kaloj rëshkiti, Rama kishte bëj çarçaf gjatë sot. I bari ka kalu, nuk do të thotë se kalimi I barit është integrim, nuk do të thotë se kalimi I barit është mbyllje e grup kapitujve, pa plotësimin e kushteve. Por ne do ta shohim her pas here se ku jemi ne, krahasuar me vendet e rajonit edhe me Bashkimin Evropian, edhe sa mund të hymë në Bashkimin Evropian kështu siç jemi. Ose të lutemi inshallah I le menja ata dhe të na fusin për qyl, jo vëzhgus, siç ka kërku Rama, edhe siç ka kërku Vučići, edhe siç po e mbështet edhe ai Torollaku I Gjermanisë, Merci. Me status vëzhgusi Shqipëria është e mbaruar. Nuk përfitoni gjë ju, nuk përfiton gjë populli, mos hani propagandën, mos hani budalliqet që ju hedhaj se u ka bë trut lesh u ka bë. Tani Shqipëria është me, unë kam qenë këtë javë, se po e nis kështu më mirë, kam qenë këtë javë në për ca poliklinika lagjeje, se kam pas ca kontrolle për prindrit e kështu, edhe kam pa te poliklinika te Istinji Dhjetori, poliklinika qendrore, këtu te kjo e lagjes, pak më poshtë, radhë të gjata, 200-300 veta për te një mjek, 200-300 tjerë te një mjek tjetër, pra korridore të plot. Kush ka qenë atje? Është duke më ngjuar, e di shumë mirë që po them të vërtetën. Radhë të gjata, radhë pafund për një eko, për analiza, për I konsult, për kujtun çfarë hallesh kanë njerëzit. Ky tha, shëndetësia falas 2013, vit për vit, thot buxheti jon 400 miliard, buxheti jon 400 miliard, po hym në Europë, Shqipëria në 2030, slogane nga më të flishurat që bën ky, por që ka budallëj që I besojnë. Unë nuk po flas për ata, unë po flas për njerëzit e arsyeshëm dhe njerëzit që kanë mend në kokë. Shqipëria njëherë spari është me numrin e mjekëve për banor, më të ultin në rajon dhe më të ultin sigurisht nuk diskutohet në Europë. Radhët e gjata që shihnin në spital, radhët e gjata që shihnin nëpër poliklinikat e lagjeve janë sepse Shqipërisë I kanë ikë mjekët dhe ka numër mjekësh shumë të ulët për banor. Edhe pse shpopullimi duhet ta kishte bërë Shqipërinë që të kishte numrin më të lartë mjekëve për banor në rajonin e Europë, sepse ka ikë forca punëtore, ka ikë rinia, ka ikë gjithë, por ky shpopullim ka prek edhe mjekët. Nga 2019 e mani me një kur plasi ajo e Covidit, mjekët ikën nga sytë këmbët, ikën të gjithë. Edhe Shqipëria tani ka ngel, edhe pse është një vend I shpopulluar, që shpopullohet për ditë me ritme të shpejta, ka ngel një vend me numër shumë të ulët të mjekëve, më të ulti në rajon, më ulët se Mali I Zi për shembull, që ka 27 mjek, 27.4 mjek për 10.000 banor ka Mali I Zi, Bosnja I ka 21, Turqia I ka 20 për 10.000 banor, Shqipëria është aty ke 5-16, edhe kjo nuk dihet se matja është pak më e hershme. Edhe pse kanë ikë, pra tham, numri I mjekëve ka rënë, pse se kanë ikë edhe mjekët. Shqipëria, duke qenë se po shpopullohet me ritme të shpejta, I rritet numri I njerëzve që kanë nevojë për spital, pra se ngelin mosha e tretë, ngelin pensionistët, ngelin këta.
tash ju që ngjoni pensionistët që bani lau gjithë ditën, konfirmojeni ose hidheni poshtë këtë që po them unë. Radhë gjata nëpër spitale, paguni si deri nëpër klinika private për të bërë analiza, se thot Ministra e Shëndetësisë mas datës 20 të çdo muaji, e thot në mënyrë krejt normale nuk ka analiza, nuk bëhen analizat. Të gjitha këto jo për fajt mjekëve, se kam edhe një gjë për mjekët tani, se shumë njerëz ka që i kritikojnë. Shqipëria, unë jo vetëm për rastet personale që janë përballë vetë. Shqipëria i ka mjekët heroj. Njerëz jashtëzakonisht heroj, jashtëzakonisht profesionist. Nuk po e përgjithsoj se mund të ketë mes tyre dhe maskarej, por pjesa më e madhe, pjesa dërmuese e mjekëve me paga qesharake janë heroj që u shërbejnë njerëzve në kushte shumë të vështira. Të merret fryma të kesh 200 veta ke dera për t'i vizituar, për t'i bërë një eko, për t'i bërë analiza për 8 orëshin e punës që ke një mjek. Të merret fryma, ata rezistojnë. Fakti që janë këto kushte spitale do të thotë sepse nuk është mbështet spitali me para, me infrastrukturë, me mjete, me skanera, me rezonanca, me laborator analizash e me gjitha me radhë, sepse kjo qeveri, ky pushtet që thot se ka hapi barin edhe po na fut në Europë, se pas kanë mashtru këta që kanë thënë s'kemi hy, me një buxhet që e përmend vazhdimisht 400 miliard, i jep shëndetësisë, sektorit kyç, ndër më kryesorët në vend, i jep 2.9% të prodhimit brendshëm bruto. Aq e financon. Edhe këto, që kjo është sipas dhënave të një raport i publikuar nga Together Life, që ngre shqetësimin për gjendjen kritike të financimit publik të sistemit shëndetësor në Shqipëri. Pra nuk është shqiptar instituti që ka bë studimin, nuk e them unë, është institut ndërkombëtar që merret me këtë punë profesional. Vendi ynë, sipas këtij raporti, mbetet më pak i financuari në rajon, pavarësisht deklarimeve të qeverisë për rritje të buxhetit shëndetësi. Shpenzimet për shëndetësinë janë në minimum. Shqipëria, shpenzimet e Shqipërisë, thot ky raport, për shëndetësinë, për banor, rezultojnë 33%, pra, shteti jonë, buxheti jonë, nga taksat që paguajmë ne që punojmë, sigurimet shoqërore dhe shëndetësore, shpenzon vetëm 33% më ulët nga mesatarja e vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe 42% më e ulta se mesatarja e vendeve të rajonit. Në vitin 2025, pra e tham që në buxhetin që kaloi i ka dhënë vetëm 2.9% të prodhimit brendshëm bruto. Financimi për frym, për kokë shqiptari, është vetëm $590. 300 euro të shkot bën një rezonancë që ose ke hall. 200 euro të bën një pal analiza, me i përsërit 2-3 herë, siç mund të ketë nevoja njeriu, të iku $590 që të shfinancu. Pra nuk ka shëndetësi falas. E kemi 48% të shpenzimeve totale i paguajnë vetë njerëzit. Pse? Sepse shkojnë nëpër klinika private dhe i kryejnë atje analizat, i kryejnë atje ekzaminimet e tjera. Pra, shqiptarët paguajnë më shumë ose afërsisht gjysmën e financimit shëndetësor nga xhepi i tyre. Më i larti në rajon, nuk paguajnë kështu në Kosovë, nuk paguajnë kështu në Maqedoni, nuk paguajnë në Serbi kështu. Sipas raportit, këto treguese vendosin larg objektivit do të thotë larg propagandës, larg mashtrimit të shëndetësisë 2021-2030 që pa të mbojnë një herë këta për zgjedhjet e 2021-shit, prallat e Ramës dhe premtimeve për shëndetësinë falas të parealizuara kurrë. Nuk ka shëndetësi falas, nuk ka pas as i ditë shëndetësi falas. Raporti evidenton probleme serioze në mënyrën si planifikohen dhe menaxhohen fondet publike në shëndetësi. Do vim këtu se do a jap unë edhe me shifra ato.
Po sipas gjetjeve të këtij raportit, komentojmë një raportin, sipas gjetjeve të raportit, pjesë e konsiderueshme e investimeve të planifikuara në 2025 nën kujdesin spitalor janë reduktuar ose kanë mbetur të parealizuar për shkak të mangësive në prokurime, menaxhim projektesh dhe monitorim. Ato prokurimet që thotë ky prokurimet i kemi rregullu. Edhe pak para që jep, pjesa më e madhe vidhen, pjesa tjetër që duhet shkojnë atje që s'kan mundësi më me i vjedh, nuk i fusin punë fare, se jo po prokurimet e jo po monitorimi i projekteve. Kanë nxjerr ky raporti dhe një shqetësim për kujdesin shëndetësor parësor. Kujdesi shëndetësor parësor është kjo që thash unë, pra që shkon bën kontrollet e mjeku familjes, shkon te poliklinika qendrore para se të shkosh në spital. Këto nuk po financohen më, nuk marrin para më dhe detyrohet që dyndja që gjendet në për poliklinika shkon edhe në spitalin qendror. Fakti që shihni qindra njerëz në radhë duke prit për vizita, duke prit për analiza, duke prit për ekzaminime tjera, do të thotë se nuk financohet ky sektor, nuk financohet shëndetësia nga qeveria. Planifikimi buxhetor i investimeve në Ministria e Shëndetësisë është në nivelet më të ulta dhe mbetet shqetësuese edhe mungesa e integrimit nëpërmjet raportimeve të MSHM-s dhe të dhënave të FSDKSH-s, ky fondi i sigurimeve detyrueshme shëndetësore, çfarë është kjo? Çfarë e bën, thot, çështje kritike si devijimet buxhetore, skema e rimbursimit dhe kontratat koncesionare të mos pasqyrohen plotësisht në raportet zyrtare. Pra nuk i përfshin edhe këto që del pak kështu, se po të fusësh edhe shpërdorimin që unë do a lexoj tani me radhë, se ku i ka çu parat. Ky edhe ato pak para që i jep shëndetësisë, se e ka zë aty dhe nuk rrit dot pa e dhënë, edhe ato i kanë marrë vet, i kanë përla vet. Tani, unë po lexoj të dhënat që kanë nxjerr KLSH-ja ndër vite për parat që vjedhin këta ose shpërdorojnë këta në shëndetësi. Do flas në fund edhe pak për në mënyrë indirekte se si e ndihmon privatin ky shtet. Atëherë kemi koncesionin e sterilizimit. I ka dhënë 100 deri në 110 milion euro. Skandali më i madh në shëndetësi është PPP-ja, PPP-ja e sterilizimit të pajisjeve kirurgjikale që ka marrë ajo kompania për të cilën po rri Ilir Beqa atje ku po rri tani, por para mbrapsht nuk po kthehen dhe ju e mani me sterilizimi që shkonte ky Rangalli që ka kalu i barin në për studio televizive, shkonte ke Ylli Rakipi, ke Blendi Fevziu, tregonte ca gërshër të ndryshkura, ca bisturit të ndryshkura, jo si është. Mjeshtër më të madh për të bërë propagandë se si të vjedh, se si të rrjep popullin e vet, se ky nuk ka pa historia ndonjëherë. Pra shkonte, bonte propagandë, kujtoni mirë ato se u ka zonë truri kështu myk nga propaganda, dilte televizion për të mbush mendjen e shqiptarëve që po e bëj koncesionin e sterilizimit se është në gjendje mirane kirurgjia e këto. Nuk ishte ashtu, mashtroi, morën 110 milion euro edhe e kanë marrë sterilizimin mbrapsht prap. E kanë marrë aty ku ishte. Tani, fituesin e sterilizimit ju e dini, kontrata garantonte fitim maksimal, pra ishte kontratë që garantonte vetëm fitim të pastër për koncesionarin, kostot për ndërhyrjet kirurgjikale që janë jashtëzakonisht shumë të larta. Filloi me 71 milion euro edhe nisi pastaj derisa shkoi në 110 milion euro dëmi. Iku 110 milion euro, që ja ku kanë shku parat, një pjesë e parave, se do ta shpjegojmë që edhe ato pak, 2.9% ose 2% që sa ka dhënë ky për bujqësinë, për dreqin, për shëndetësinë, ku kanë shku? I kanë marrë vetë. Check-upi i Vilma Nushit, ato fugonat që shihni rrugës, check-upi që rrin flen rrugës, o në rrin
infermier me infermier rrugës anë me shoferat ku çfarë bëjnë drejtin si kanë pa dhe kështu nëpër vende që s'ka pse rria atje, po nejse. 120 milion euro për t'ju bë analizat moshës mbi 40 vjeç deri në ca i bi moshën e vjetër. 110 milion euro ikën ke sterilizimi është kthyn pikën 0 prap. 120 milion euro kanë shku tek koncesioni i check-upit, te koncesioni i check-upit dhe ju e dini mirë, ju që më ngjoni, moshe vjetër, mos u bëni truthar, ku i bëni analizat kaq? Ku i bëni analizat, ku ju dalin analizat e sakta dhe ku ju thon mjekët shkoni bëni analizat. 4 koncesione janë të mëdhaja që ka përla para ky. Sterilizimi, check-upi, laboratorët, koncesioni i laboratorëve dhe koncesioni i dializës. Këto dializën e laboratorët i ka marrë një spital tjetër, spital privat. I shesin e i blejnë me njëri tjetrin në çfarë bëjnë. Afërsisht ka shku vlera totale e dy koncesioneve deri në 310 milion euro. Shërbimet shëndetësore janë rrit me 400%, sipas të dhënave të KLSH-s edhe të këtyre çfarë janë organizata ndërkombëtare. Nuk ke sot as një cent të kthyer mbrapsht në xhepin e shtetit, në buxhetin e shtetit. Skandalin e onkologjikut po e keni pa gjithë. E keni pa se si ishte skandali i asaj. Po i marrë dhe një herë kështu për qef tani, për t'i numëruar dhe një herë. 110 milion euro sterilizimi, 120 milion euro check-upi, dëmi që i është shkaktu, ose parat që janë vjedh nga këto dy koncesione janë rreth, mendohet se janë rreth edhe sipas akuzave që i bëjnë njerëzit që marrin vesh nga kjo punë, janë 240 milion euro. Pra, edhe parat, ato pak para që ka dhënë, ato pak përqindje që i ka dhënë buxhetit shtetit për shëndetësinë, që ja ka dhënë buxheti ministrisë, 240 milion euro i kanë përla vetëm me dy koncesione. Po themi se mund të bëjnë një punë me dializën, ato të laboratorëve po skandala, s'ka si lloj, po s'është marrë njëri me ato se nuk e di pse s'merret, se mund të jetë akoma nuk merret. Këtu keni edhe një përgjigje se çfarë punë bën Spaku. Sa para ka kthy mbrapsht Spaku që thotë kemi punuar Spaku e mburrin dhe këto qelbësirat e Europës e Amerikës, se nuk u dhimbset atyre paraja shqiptarëve, nuk u djeg paraja shqiptarëve. As duan t'ja din fare, ata thjesht të vënë kushte që në Europë mos marrin një shtet sakat. Këto janë kushte, nuk janë kushte që i ve Europa këtyre. Jo po kaloi i bari, nuk janë kushtet për të na rregulluar jetën ne, po nuk do barë sakate Europa mbi shpinë, shtete sakate, shtete që janë për tokë, janë bërnut, prandaj u ve kushte, thotë plotësoni kushtet. Edhe ky pa i plotësuar këto kushte nuk hyn kurrë Shqipëria në Europë, ma jeni mend këtë. Mos harrojmë që një 430 milion euro që mund t'i shkonin shëndetësisë, ikën për incinerator, avullun. Një 50 milion euro i përlan vetëm te tuneli i Llogaras këta. 100 milion, 1 miliard euro ja dhanë atij bashkim ulet që thoshte ajo Belinda dhe e fusim klap edhe atë. 1 miliard e ca euro ka boj rrugë druga aty në Thuman. Për pritet që të vazhdojmë dhe pjesën tjetër këtej. 300 e ca milion euro i mori rruga Qukës Qaf Ploç, që nuk kalohet sot, të marrësh barkun me dorë kur të kalosh aty ka ajo rrugë. Pra këto janë kushtet në të cilat jetojnë shqiptarët, këto janë kushtet që përballen çdo ditë nëpër dyert e spitaleve,
sa herë kanë halle. Mu mra këtë javë, se cili do i bjerë nga i radhë për të shku për t'i pa dhe vetë nga afër. Dhe një gjë tjetër të fundit se si ky shtet e ndihmon privatin në Shqipëri. Mjafton që të vjedhësh paratë e buxhetit për sektorin publik. Mos t'japësh koncesione efektive, pratikisht me qëllim të pastër vjedhje. Mos investosh në blerjen e aparaturave, këto që bëjnë skanerat, rezonancat, laboratorët të mira analizash, zhetë kokës, gjitha çka ka pajisje spitalore, që të mos nuk furnizohen qëllimisht spitalet publike me këto, sepse shteti është i kompromentuar, është i lidhur me privatin i cili i ka aparaturat dhe shkojnë shqiptarët paguajnë nga 300-400 euro për një rezonanca, 500 euro sa janë ato, e skanera e gjitha në spitalin privat. Këtu hyn ministrat, këtu hyn drejtorët e spitaleve, të cilët paratë e buxhetit i vjedhin, nuk i blejnë aparaturat, rrezik marrin edhe komisione për kokë njeriu që shkon bën analiza, që shkon bën vizita në spitalet private. Kjo është një mënyrë bashkëpunimi indirekte që qeveria, rilindja Edi Rama bën me spitalet private në Shqipëri. Se është e pamundur në një vend që shpopullohet për ditë, që ikin njerëzit për ditë, që rritet numri i të smurëve, po janë mosh madhore që s'kan buxhet, s'kan para, i majnë fëmijët me analiza, me vizita, me gjitha, shtohen edhe spitalet private dhe klinikat private si kërpudha. Pse kanë punë gjithë, pse kanë punë kaq shumë, sepse shteti është bashkëpunëtor me ta. Shteti vjedh bashkë me ta. Në këtë mënyrë shteti e ndihmon privatin, se ka budallëj që thonë, jo po si ka mundësi, kujtun, nëse s'ka një rezonancë, ose nuk bëhet një vizitë për zemrën, çfarë janë ato që mund bëhen për zemrën, nëse se ka shteti nuk është se s'ka mundësi me e pas, nuk do me e ble që ju të shkoni ta bëni te privati. E ky është bashkëpunimi. Shteti mund ta bënte vetë edhe dializën, mund t'i blente vetë të gjitha ato, mos pagunte kot në kot para, por nuk e bën vetë sepse do t'ja jap privatëve të bashkëpunojnë me privat. Laboratorët po ashtu, sterilizimin e pati i kishte pas ble qeveria më parshme pajisjet. Ishën gjitha pajisjet moderne, ato qa duhen mjetet atje, nuk e kishen vënë punë qëllimisht. Pse? Se dojnë të vidhin 120 milion euro me koncesionin. Analizat. Nuk ishte nevojë me dhënë analizat Vilma Nushit, që të merrte 140 milion euro, po të shkonte në çdo poliklinik të qyteteve, Tirane, Durrës, të gjithë Shqipërinë, të investonte, të bënte laborator, të bëheshin analizat cilësore dhe do kushtonte më pak dhe shërbimi do ishte më cilësor, nuk do ishte shërbimi me fugona kështu siç e bëjnë këta. Kjo Shqipëri ka kalu i barin që ju premtu shëndetësi falas. Hani bar me i barin tani, edhe besoni prallat e Edi Ramës, po do ta shihni që në Europë, shtete sakate, shtete që t'i bëhen barë Europës, Europa nuk i pranon kurrë. Ja këtu do jemi dhe do e shohim. Vazhdoni ndiqeni kanalin, bëni subscribe, ose abonohu si ta keni aty. Shihemi prapë.